e vujtja humbjen e saj shumë, një grua e bukur, e cila mund të them iku pa ndryshu nga rinia, kush e ka njohur nga rinia është ajo iku shumë e bukur dhe iku nga një smundje shumë shpejt, pa pritur, me shumë shoqe. Kam pas shumë shoqe të ndoshta, sot e kësaj dite fëmijët thonë mami, sa shumë shoqe, edhe ashtu të mira, të ngushtë. Do me thonë nuk mëj kam shoqe në Pejë dhe në Prishtinë. I ke edhe prej shumë herët, prej shkollës, prej fëmirisë hershme, gjë që nuk mëj pa e përmend që edhe krahas motrës e humba këtë vit edhe shoqen e ngushtë. Shoqen me cilën nuk më ka nda dita dhe nata, e cila ka qenë stomatologe martuar në Prizren, Arjeta Belegu Bejtullahu, të cilën e vujtja humbjen e saj shumë, një grua e bukur, e cila mund të them iku pa ndryshu nga rinia, kush e ka njohur nga rinia është ajo iku shumë e bukur dhe iku nga një smundje shumë shpejt, pa pritur. Deri në fund kemi komunikuar me shpresë të madhe që ajo do të i kalon sfidën. Dhe ishte po ashtu një humbje e madhe me humb një shoqe që gjatë studime, prej parashkollorit, shkolla fillore, pastaj të mesmen unë kam marrë në Prishtinë me familje, e kom përfundu shkollën e mesme në Prishtinë, dhe në studime u rikthy shoqënia janë përsëri deri në fund. Dhe unë i kam ndru 5 shkolla, 2 fillore, 3 të mesme. Se në fillore, në klasën e 5, e kom ndru për shkak gjuhës angleze, pastaj në Pejë e kom përfundu 1 vit e gjysmë në gjimnazin 11 maj, pastaj erdha 1 gjysmë vjetar në shkollën atëherë Ivo Lolla, që i sot Sami Frashëri, pastaj shkolla 9 maj e mjekësisë, kështu që kam shumë shoqe vetëm nga bankat shkollore, pastaj nga studimet, nga puna, dhe jam një grua e cila është shumë e pasur, sepse përveç që i kom pas 2 motra dhe fëmijët e familjes, vllaut dhe motrave, kam edhe shumë shoqe, shoqënia jeme është shumë e gjerë. Okej, kjo është e bukra. Para se me dojtë një pjesë tjetër që duhet me prek punën, edhe bashkë me ditë çka pat miksia që të rembeu atë shumë, ma shumë se sa juridiku për shembull, po kemi me diskutu pas marketingut, na presin disa gjana tjera të bukra, kështu që shkojna me marketing edhe kthehemi pra bashkë në studio. Gjithë jetën time kam qenë disi me shumë interesime. Nuk kam qenë fort e fokusume, edhe ka pëlqy muzika, kam qenë shkollë të muzikës, në anën tjetër e kom djek shkollën me shumë për kushtim. Që një skenë. Pianoja ka qenë instrumenti të cilin unë e kom pas. Me të vërtet? Po, në shkollën e ulët muzikës, dhe pastaj shkencat politike një farë mënyre kanë qenë si një përcaktimi im. Mirë po, e kom përsërit edhe disa e tjetër, prindët e mi, në veçanti baba, më ka udhëzu që të përcaktuna për një profesion më të sigurt. Kohrat në Kosovë ishin të tilla, nuk ishin në favor të asaj, dhe unë isha nxënëse e mirë, dhe në atë kohë një nxënëse